Bile, më kujtohet një rast në aeroport, njëri tha më se rinkon prom të dytë keni këshyrë në Ballkan, thash pse? Tha se ju më do me vëlla që si probleme këna pas. Por valla jo, s'po të një sot për të shkoj në shtëpi aty që shkoj me njerëz. Nuk është e vështirë me gjetë tema. Për një mes se shqiptarë jem tash krejt, secili kem probleme po më me dojën, me migjën, me... A është me lehtë me gjetë temën apo me realizu? është më vështirë me realizu, ma lehtë është me gjetë. Po, se do është mja, pak mja dhonë, na i thëjmë, me lëmisa, në kuzhinë që isi. Me shishmu, po. Edhe më nume me rumbullaksu, me botë tamon që shdo që me plasu të publiku, edhe publiku me kapë që ashtu që është. Në për tema, në për video, ku marë bojmë, ja po më shien e komedis, po me rajt nuk rajt. Se për një me realitetin Kosovë që shdo, më nume mos me rajt. Më nume me shfaq që ato që ka ndodhë, nështë ajo në këtë familje, po çdo e treta familje i ka shto problemin. Në Kosovë, në Shqipëni, ka ka shqiptari. E na shqiptarë të qysh, ma letë e kemë mu shty me tonin se ma largë gëzojnë, se së fort. S'na i ma fort. Pa i po dhe po, i qysh ma shpën të prej. E me tonin ja ti më hojnë e njomi si tutën fort. Gjithmonë masi i kemi realizu video, në kanal edhe mu dhe atë kolegu në kanë thonë. Si me thonë? Po, a na keni një promë që këna fort, Po, bile, më kujtohet një rast në aeroport, njëri tha më se rinkon prom të dytë keni këshyrë në Ballkan, thash pse? Tha se ju më do me vëlla që si probleme këna pas. Por valla jo, s'po të një sot për të shkoj në shtëpi aty që shkoj me njerëz. Ku pe din tash, po pe di se që të jenë të jetu edhe na.